255.000 euro do shesim i pronë që kjo pronë ndodhet ke Prestige Resort. Qikoj e pak. Aty ku është ajri pastër, aty ku është deti i kaltër, aty ku vilat janë vila presidenciale, vila luksoze, jemi këtu vija dytë. Pra, e shifni vilat e para, vilat e dytë do shesun 255.000 euro me dokumenta. Si që folëm, jemi në Qerret Kavajës, ke zona Prestige Resort, vija dytë me detin, do shesim super vilë. Kjo vila nuk është as për ty, as për mu, kjo vila për njerëz që kanë lekë, për njerëz që kanë pare, të gjitha ato që janë t'interesum, për zonën në Prestige Resort. Nja ko është vila, për zonën në Prestige Resort, 255.000 euro, gati të shkojmë kënote me dokumenta. Shikoni, ma ndiqni videon, dhe si përfaqja është 183 m2, ke një parkim, veni rohet me roje 24 orë, pra rojet janë gjitha në roje private, është veni ku mbisotëron qetësia. Pra ndaj po them që kjo nuk është vilë për ty dhe për mu. Kjo është vilë për ato njerëz që kanë një biznes, për ato njerëz që kanë disa para në për banka, kanë para kudo, dhe ato duhet ke këtë vilë ku deti është i kaltër, ajri është i pastër, veni është më i mirë dhe nuk e gjen as një vend në Shqipëri. Në Qerret Kavaj, zona Prestige Resort. Ndiqe videon. Vendi ku bëhet fjalë, ke Prestige Resort, kjo është vila e vogël, në cilën ka 183 m2 ka tokë truall. Kjo është veni. Unë do t'ja tërgoj gjithë dhe me detaje. Hymë ke vila. Kemi pjesë balkoni tu që rrinë njerëzit jashtë. Është pak rëmuj. Është re fare, s'është përdor akoma. Kjo pjesa e kuzhinës. Është organizume me 2 dhoma. Një dhomë e qiftit. Baja është gjithçka e re, me dritare me ajër. Kjo është dhoma